Stresi, që nga fillimi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka qenë në mbështetje të Gjestit. Ai e ka theksuar disa herë që fitoren e meriton dhe s'te ka luetur që nga fillimi, ndonse i çoi disa drone brenda shtëpisë së famshme. Në një postim të ri në rrjetet sociale, reperi ka analizuar situatën mes tij dhe Rozana Radit. Tani që është afër finale, kushdo bast që zili qarë dhe njerëzit që kanë frikë se mos ja merr fitoren fillojnë të ngacmojnë kot, të thonë ti s'ke shkollë, po ç'lidhje ka shkolla në lojë, ti s'ke bërë asgjë, i thot Gjestit. Çdo gjë ndodh për një arsye. I bën padrejti në Kosovë dhe e fiton në mes të Tiranës. Nëse shtëpia e famshme është lojë, atëherë këtë vit më shumë se Gjesti s'ka luajtur askush. Unë nuk e di se kush mund ta fitojë, për kryefjala ishte Cezari nga Peja. Rozana po tregohet zemërlik tani në fund. Tani këto javë të fundit dalin nga vetja, këta që ti thonë të gjitha të zezat e të marrë me të mirë. Rozana qajti për Gjestin gjasme kur bëri prank, se do të dite, por në realitet ajo pas ka qajtur për hallet të veta. Për ne po ju them, tani janë javët ku e nxjerrin fytyrën ata që janë fake në lojë dhe duan çmimin e parë do e mos, por se din që publiku mban mend çdo gjë dhe publiku vendos në fund. Ishin disa nga postimet e stresit, që normalisht janë në përkraje të Gjestit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.